تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Ku është vlera? Ku është vlera e këtij muaji, o robër të Allahut, tek këto kategori njerëzish? Vetëm pak prej njerëzve Allahu jep sukses në këtë muaj. Vetëm pak prej njerëzve Allahu jep sukses në këtë muaj. Thot Allahu i lartësuar: illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa qalilun ma hum. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, e sa pak janë ata. Por ata janë të sukseshmit, ata janë fitimtarët dhe të shpëtuarit. Edhe nëse janë pak, një i vetëm mund të vlej sa 1000 nëse qëndron në të vërtetën. Friksojuni Allahut, o robërt Allahut, shfrytëzojeni muajin tuaj, ruajeni kohën tuaj dhe largoheni nga ajo që ju dëmton. Rastet nuk zgjasin, ditët mbarojnë dhe stinët kalojnë. Llogaritni veten tuaj në këtë muaj dhe jashtë, sepse njeriu nga kjo dunja nuk ka tjetër veç asaj që ka përgatitur për ahiretin me vepra të mira. Dunjaja zhduket, njeriu vdes, orat kalojnë dhe mbetet vetëm ajo që ka dërguar përpara, qoftë e mirë apo e keqe. Njeriu nga kjo dunja ka vetëm jetën që jeton. Prandaj shikoni me çfarë po e shpenzoni jetën tuaj, me çfarë po e kaloni natën dhe ditën. Thot Allahu i lartësuar: awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. A nuk ju dham jetë aq sa të kujtohej ai që donte të kujtohej dhe ju erdhi paralajmëruesi? Prandaj shijoni dënimin, sepse për zullumçarët nuk ka ndihmues. O robërt Allahut, falinderoni Allahun që ju amundsoi arritjen e këtij muaji dhe kërkojeni ta plotësoj për ju me mirësi. Kërkojeni Allahut t'ju ndihmojnë atë që e kënaq atë. Ruajuni nga shpërfillja, pakujdesia dhe humbja. Mos ndiqni ata që ju largojnë nga rruga e Allahut dhe nga rruga e drejtësisë dhe suksesit, sepse ata që pengojnë nga rruga e Allahut janë të shumt. Mjetet e së keqes në këtë kohë janë shtuar dhe kanë hyrë deri në thellësinë të shtëpive, tek njerëzit në shtratet e tyre. Dikur në kohën e hershme, nga sprova ndikohej vetëm ai që shkonte tek ajo. Sot sprovat vinë tek ju, ndërsa ju jeni në shtëpitë tuaja. Friksojuni Allahut, sepse rreziku është i madh, por Allahu e ka bërë shkakun e shpëtimit në duart tuaja. Ky muaj madhështor është një nga shkaqet e shpëtimit për atë që Allahu e udhëzon dhe i jep sukses. Ky muaj i edukon njerëzit në të mirë, i zgjon nga pakujdesia. Është një mundësi e madhe që Allahu ju ka dhënë. Shfrytëzojeni. Sa njerëz dëshiruan të arrijnë këtë muaj, por i mori vdekja dhe nuk e arritën. Sa e arritën, por nuk e përfunduan. Sa e përfunduan, por nuk përfituan prej tij. Merrni mësim, o ju me mend. Thot Allahu i lartësuar: ja ejuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. O ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe çdo shpirt le të shikoj çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Friksojuni Allahut, sepse ai di çdo gjë që bëni ju
mos u bëni si ata që haruan Allahun, e ai I bëri ta harojnë vetveten. Ata janë të prishurit, nuk janë të barabartë. Nuk janë të barabartë banorët e zjarit dhe banorët e xhennetit. Banorët e xhennetit janë fitimtarët. Sikur ta zbritnim këtë Kur'an mbi një mal, do ta shihet të përulur e të coptuar nga frika e Allahut. Këto shembuj u sjellin njerëzve që të mendojnë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل سئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. Transmeton Gjabir ibn Semura radiallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam unë gjithë në mimber dhe tha: Amin, amin, amin. Kur zbrit, u pyet për këtë dhe ai tha: Më erdhi Gjibrili dhe tha: I poshtruar qoftë ai njeri që e arrin Ramazanin dhe nuk I falen mëkatet, thuaj amin. Dhe unë e thash amin. Dhe poshtruar qoftë ai njeri që përmendesh ti tek ai e nuk dërgon salavatin mbi ty, thuaj amin. Dhe unë e thash amin. Dhe I poshtruar qoftë ai njeri që I arrin prindërit e tij ose njërin prej tyre e nuk I falen mëkatet, thuaj amin. Dhe unë e thash amin. Prandaj friksojuni Allahut, o robërt e Allahut. Ky është muaj Ramazanit që ka ardhur tek ju dhe është para duarve tuaj. Allahu jo ka mundsuar ta shfrytëzoni për të mirë. Prandaj mos e humbni siç keni humbur raste të tjera. Ndoshta Allahu do ta mbyll për ju jetën me vepra të mira. Ndoshta Allahu do ta bëj këtë muaj shkak për përmirësimin e pjesës tjetër të jetës suaj. Ndoshta nga mirësitë dhe begatitë e tij do t'ju arrijë diçka që as nuk e prisni. Nderojeni këtë muaj, nderojeni këtë muaj, thot Allahu I lartësuar: Dhalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbi. Pra kështu, për atë që nderon rritet e shenjta të Allahut, kjo është më e mirë për të tek Zoti I tij. Thumma i'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa huwa haqqun min huquqi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.